Prandaj gazi është përgjysmë më i dëmshëm. Edhe sot unë e them edhe atëherë, bashkë kur kena qenë edhe në për takime, projekti i cili mundet me shpëtu Kosovën në shumë aspekte, edhe në aspektin e sigurisë energjetike, edhe në aspektin e sigurisë kombëtare, edhe në furnizim të rregullt, edhe në naljen e varësisë që po e thu Visar, prej importeve të shtrejta, është projekti i gazit. E qëtë gaz, kryenorët tanë pushtet e kanë refuzu. Edhe kanë refuzu me një shumë të madhe të pareve. Apo kupton? Po tash edhe si koment edhe si pyetje. I kam edhe të tjera, po i kthehemi atje. Projekti i gazit është që 5 vjet, apo kur është atëherë kur kemi fol, 2021 mos gabofsha, që ka qenë projekti MCC-s. Na si Kosovë, si shtet. Pro Albin Kurti, po si shtet i ka thonë jo, na po dojmë bateria, ka thonë mirë, pra merr një bateri, ku kryki punësar. Ku janë bateriat? Po mirë, po ti po mundon si mosh me kthy gazin dash apo janë bateriat, po gazi është elementi më strategjik që i duhet Kosovës